Si po shkon, ka përfunduar si proces, apo janë tek të dhënat e fundit? Përshëndetje, janë dhe 29 kuti në bashkinë e Dibrës KZZ-ja numër 19 për të numëruar, por votat për kandidat janë këta: Agron Malaj 12.492 vota, Murat Dani 6.896 vota, Daniel Gjura 5.798 vota, të janë Parti Socialiste, ndërsa Partia Demokratike për parim Spahiu 5.326 vota, Gjemal Gjongshi 4.586 vota, Basir Qallaku 4.559 vota. Du të theksoj edhe një herë, që kura kom theksu në lidhje tjera, Partia Socialiste në qarkun e Dibrës sot po feston se pas 35 vitesh i vjen fitoria Parti Socialiste, se Partia Socialiste gjithmonë e ka uhequr Partia Demokratike në pushtetin qendror. Dhe këto po përgatitet tani për të drejtuar Tiranës për të bërë festën madhështore në qendër, në sheshin në qendër të Tiranës me kryeministrin Edi Rama. Dhe këto janë shumë të gëzuar, po du të theksoj edhe një gjë tjetër, se ka shumë persona që deklarojnë në për kafe dhe në rrugë se ka hiku vota jonë. Dhe kjo vetëm po të them se Partia Socialiste ka një fitore të bindë të madhështore në qarkun e Dibrës si asnjëherë tjetër. Faleminderit Enver për informacionin.